fillimet mund t'i lidhi me një dëshirë të kamoqme si fëmijë që dvejnë vesh në vend telefonave atëherë s'kemi pas papuqe, me vnu në vesh edhe me thonë, alo, Radio Kuksi, ju flet Radio Kuksi, se prej kohët më ka lind ajo ndjen e imitimit të tillë, nuk e di as vet, po më thëshin atëherë, si fëmijë kur isha, thëshin, ti ke një talent për radio. Unë as disha çka është radio, dëgjoja përpara Radio Tiranën, Radio Kuksin, po si medium nuk i kam njoft. Kadalës kam pas shkollës mesme, në fakt kam qenë në shkollën e mesme të makinerisë, pastaj kam vazhduar edhe 2 vjet me makineri, fakultetin e makinerisë nuk më ka dashur matematikën, gjitha lanë tjera profesionale i kom pas të njohura dhe i kom kalu shumë shpejt, kurse matematika ma mërziti fakultetin. Bile një profesor i shkollës mesme, tash rishtëm ka thonë, qysh ma ju më habit ti nxënës si ma i mirë në shkollë, e në mashineri je bo gazetar. Kjo do më thonë është puna që dishka mrena meje ka qenë e lidhme me letërsin, me artin përgjithsisht. Edhe këte realizova, e lash mashinerin, ju ktheva gjuhës e letërsisë shqipe. Në qytetin tonë ka qenë shkolla lartë pedagogjike Bajram Curi, me drejtimin e gjuhës dhe letërsisë, e përfundova shkollën e lartë dhe u punësova në Radio Gjakov. Ka qenë viti 80, 79 që në kishim nisë si radio, unë punoja si bashkëpunëtor, ndërkohë që vendimin e punës e kam mas një 8-9 mujve. Prej atëherit unë jam lidh me gazetarin me radion. Ani pse, edhe përpara radios, Radio Gjakovës, unë isha një bashkëpunëtor i Radio Prishtinës programit 2. Raportesha për Gjakovës për ngjarjet aktuale që u zhvilloshin. Pastaj punojsha edhe për redaksin e Zërit Javor, ka qenë me raporte, reportazhat ndryshme, i ka qenë Javor, Zëri i Rinis, edhe gradualisht u kyqa në gazetari, në radio, prej mëngjesi deri në mramje, për këto 46 vjet tash po bohen që nuk ju kom da zanatit të gazetarisë. Krahas radios, kom punu edhe në gazetarinë e shkrume, jam themelues i revistës kulturore Mis, për 12 vjet, ajo ka qenë një prej revistave më të lexume, krahas me kosovaren, është lexuar në gjitha trojet shqiptare, në Zvicër, në Shqipëri, në Tiranë e gjithandej, por vështërsitë financiare bën që mas 12 vjetë unë të ndërpres atë dhe të vazhdoj me një revistë tjetër lokale që është Gjakova Press, e cila jeton edhe tash edhe këtyre ditëve kur ne po flasim, ani pse nuk po del me kopje fizike, por online. Edhe një revistë tjetër e kam realizu gjatë viteve të shkura, është revista enigmatike F+, e cila ka qenë një revistë shumë atraktive që dilte para, po them, 20 vitesh ose ndoshta edhe më pak, ka qenë në treg, ka qenë shumë e kërkume, po do më thonë vazhdimisht kam qenë me gazetarin, qoftë të shkruar, qoftë radio gazetarin. Pastaj kam bashkëpunuar në vazhdimsi me Radio Dukagjinin, kam qenë bashkëpunëtor shumë vjeçar i Radio Dukagjinit, pastaj agjensisë Kosova Life, kam punuar disa storje për Radion Evropa e Lirë, kam qenë jashtëzakonisht i angazhuar dhe arrita në vitin 2008 të fitoj edhe epitetin e instruktorit të gazetarisë. Me këtë, unë fillova me një shkollë të gazetarisë, gazetarëve të ri. Në këtë kontekst duhet me përmend bashkëpunimin që kam pas me Sfis Kontakt, e cila kam mbështetur punën time në përgatitjen e gazetarëve të ri.
fatmirësisht gjithë ata gazetarë që kanë dalë nga shkolla e Zekive Hapit, tashmë janë të njohur në gazetarinë kosovare. Kjo më inkurajon edhe me kënaq shpirtin sepse nuk ka shku mundi huq. Unë isha atëherë nga dhimni 20 vjeçar, edhe ishte një knatësi jashtëzakonisht e madhe që më jepte rasti që me tregu veten, talentin për me raportu, për me qenë për çdo ditë me ndëgjuesit tanë. Këto knatësi i kemi kthyer me një angazhim jashtëzakonisht madh. Në këtë studio ku jemi duke zhvilluar këtë bisedë, na kanë kaluar shumë net me përgatitjen e emisioneve ndryshme. Ne ishim tri, nuk ishim përvojë të gazetarisë. Radio Gjakova ishte i pari medium gazetaresk dhe pas atyne librave të para gazetarisë fillestare na nuk kishim në një përvojë. Përvojën e kemi ndërtu, tu hecë përpara, tu punu me vite dhe kemi arrit pastaj që Radio Gjakova me u bë shkollë e gazetarëve të tri. Na kemi po, kopje, kemi po Radio Tiranën, televizionin shqiptar, dhe ato na kanë plotësu, ato mangësit tona profesionale, kemi mësu prej tyne shumë, na jemi falendërues edhe në ditët e sotmit, kur kemi kontakte me përgjes të Radio Tiranës, me kolegë tanë, të radiove në Shqipëri, ne i tregojmë me krenari këto lidhje që i kemi pas, e cilat na kanë shërby neve në ato vitet e para. Pastaj, pasuan trajnime të ndryshme prej kolegëve nga agjensitë e njohura botnore, ato kanë qenë dhe mbesin, po flas për vete, një shkollë e vërtet e gazetarisë. Unë prej atyre trajnimeve kam mësu shumë, edhe jam mirënjohës gjitha atyne organizatave që na kanë botë mundshme neve gazetarëve të ri të Kosovës, që ishim një brez jo fort të mos them të arsimuar për gazetarinë, por pa përgatitur në ashtu siç lypte koha. Por pas luftës, po flas për vitet mas 99-s, filluan këto shkollat e gazetarisë, neve nu jepte mundësia me shku në gjitha, edhe na kanë ndihmuar shumë. Ajo periudha është tamam e errët për, jo veç për Radio Gjakova, por për gjitha mediumet. Fillun gradualisht me u ngushtu fushëveprimtaria jonë, fillun ato kërcënimet e pushtetit atërshëm që mos i transmetoni këto këngë, mos folni për arritjet zhvillimore të kombit, në fakt ata direkt nuk na theshin, po na epshin me kuptu, dëshin me na ngushtu rrethin edhe me na pamundësu detyrën tonë me kry ashtu siç e kemi kry përpara. Po, shqyr Zotit, kaloi ajo periudhë. Na dhe në atë periudhë kemi punu bashkë, krejt kolegë, kemi qenë të bashkuar, si më thonë, organizoshim ato takimet e përbashkëta, bile edhe pas studio ne improvizonim në për objekte hoteliere një studio të radios dhe aty transmetojshim intervista, biseda, vetëm mos me harruat, mos minalat rrugtimin tonë. Rilindja e vërtetë, unë nuk kam besu që do të na vjej koha me u rikthy mas 9 vjetësh për faktin se aq i rënd ka qenë okupimi, aq i vështirë ka qenë, ne u friksoshim që në ato vitet e 90-ta, edhe pse nuk punonim, ka qenë një gjah i vërtet ndaj gazetarëve, nuk kishin dëshirë pushteti atëhershëm me pa aktivitetin e gazetarëve. Unë e mundu atë shpirtin tëm gazetaresk me prezentu me një formë shumë dinake, përmes revistës kulturore Mis, ajo vërtet ja kum e mënu edhe me emën,
për me shmang atë kontrollin e madh, me menu që kjo është një revistë kulturore dhe nuk ka gjë tjetër. Me pas, mi analizu tashti, dhe sa të guxim shumë e kanë qenë ato shkrime me një petk shumë interesant që veç jemi mundu me shpërthy. Përveç kësaj na organizoshim edhe aktivitete kulturore në ato rrethana shumë të rrezikshme, edhe gjeshim mënyra, jo mi shënu nej përvjetar të këngëtarit Qamilit Vogël, jo mi organizu ndonjë manifestim të bukurisë, jo diçka vetëm sa me e majt gjallë atë ndjenjen e atë dashurisë, ndjenjen e njerëzive që këtu po jetojshin, edhe që më jap shpresë se nuk ka qarë një ditë pa ardhë kjo dita e lirisë që erdhë me 14 qershor e që na hapi sytë jo vetëm neve gazetarëve, por gjithë popullin. Punojshim pa pritesë, të lumtun, gëzum, u kthymë në studio, i shifshim mikrofonet tanë, studion, rilindja e vërtet e jona, edhe kjo lumtuni na u shndrua një angazhim jashtëzakonisht madh. Punojshim me zell të madh, emisionet e ndryshme, po edhe një vakt që këto emisionet dokumentare, të cilat i bëjshim me nënat tona, të cilat kishim mësuar me familjet, pakës na zbehen atë knatësinë dhe lumtunin për arsye se njerëzit kishin halle, kishin të lashë, nuk i dishin të afërmit, a i kanë gjalla, jo, edhe ishte një periudhë kur ne është dasht me i njoftu me dhanat, me informacionet e kryqit, kur që kush është gjallë, kush asi, ne i kishim shokte, miqte, e dishim ku t'i lexoshim emrat, ku çfarë ndjeni do ta ketë kjo familje, ky person, kur nuk e ndëgjon emrin e vet. Kanë qenë momente të këqija ato mas luftës, po mëndaj për ne që i lexojshim lajmet, po u te kalua dhe situatë, kur erdhen djemt tanë prej burgjeve të serbe, ka qenë një fest jashtëzakonisht e madhe në qytetin tonë, edhe ne kemi punu prej mëngjesit gjithë natën e lume, u lidhshim me familjet tona, aty ku ishin kthy djemt prej burgjeve, çfarë gëzimi, çfarë feste, i kemi pas nxjerrë këto zmadhuset në balkon këtu krejt parë ku ka qenë me njerëz, çfarë entuziazmi, çfarë bukurie, çfarë kënaqësie, që po them nuk përsëriten më ato. Lumtunia është primare për gazetarët cilët qëndrojnë kaq gjatë si unë 46 vjet. Vetëm mundësia për me përjetu, me qenë transmetuesi këtyre situatave, ty të bën thu e zot shoqëri po arri minimu komunitetit tam, qytetit tam me punën që po bëj. Edhe kjo na ka majt bukur gati 30 vjet, se na kemi kalu periudha dhe po kalojmë periudha të vështira financiare, po vetëm kjo falëndërimi që na vjen prej dëgjuesve, kjo na mban gjithë neve si kolektiv. E mirës ka qenë që me në ardhë djemëtrije qika të reja, me në ndru neve që jemi të brezit, që kemi kalu tash në moshën e shtyne, po problemet financiare përbojnë që me pas ma pak të ri që vinë me në zavëndësu. Edhe me kushtet edhe rrethana që i ofrojmë ne, ata vërtet kanë pak vështirë. Po, pikrisht, ky problem na ka bërë që na edhe në këtë moshë na vazhdu me punu derisa vinë dikush që na zavëndsojnë edhe të vazhdojnë këtë ritmin e punës sonë. Është një radhje me traditë, gati tash po bën 50 vjet, 46 edhe 4 shasin. Shpejt e shpejt, inshallah jemi gjallë shtash, edhe bilet themi që kemi qenë pjesë e një radio gjysmë shekullore.
Kjo po na mpon, për atë po dalim po punojmë edhe në këtë moshë. Tashti me këtë telefonin, ma mirë pi realizoj intervistat me këto se sa në studio. Qa që kjarë, dhe më thonë, shka ka rrit teknologjia informative, unë për shembull para 40 vjeta se kësha pa ondër këtë punë. Na përpara i bojshim ato nagrat kanë qenë incizus, rom, që na shke kraj kështu. Po që tashti ku ka ardhur puna me telefon, lidhem drejt për drejti, kudo ku jemi, hyme në transmetim. Këto unë si kum paramenu për shembull para 45 vjetë. Jo, s'kum menu që na vjen një kohë të tillë që me një telefon i kryjmë krejt misionin edhe misionin gazetares që kemi. Po është problemi që në radio ndëgjojnë në çfarëdo mjedisi ku je, edhe me smuratu mi pa në ekran mundesh mi ngu. Për dallim prej televizionit që duhesh mu përqendru te ekrani edhe me përcjell. Pikrisht për këtë punë, radio është hala në formë, po tash duhet radio me shku në hapat të kohës. Çfarë kërkon koha, si kërkon koha, është me rëndësi çka po ofron radio. Parasysh se mundesh me pas përmbajtje jo adekuate edhe nuk të ngon kush t'i punon badjehava. Edhe një sen, deshta me përmend, për me punu një radio, një medium, çfarëdo televizion ose çfarëdo, bazë është me fitu besueshmërinë e dëgjuesit ose të shikuesit. Po qëse ti e fiton atë besueshmëri, atëherë hec përpara. Nëse nuk ke besueshmëri, e ke vështirë, parasysh se nuk kanalin do ta kalojnë tek ndonjë medium tjetër i cili është më i besueshëm. E fatbarësisht na suksesin më të madh kemi te besueshmëria. Kemi arrit që te dëgjuesi ynë ta kemi besueshmërinë edhe kemi arrit si radio me përvojë të madhe me qenë hala pjesë e familjeve të Gjakovës, me na ndëgju. Mas pari, une po nisna prej fillimit bisedës që shkam ka shty një dashuni e mbrëmshme për një punë që ndoshta në fillim nuk e kum ditë çka, po është e mjellën tek secili njeri. Nëse të tillë të ri ndjejnë se e don gazetarin, atëherë duhet edhe kadores me ju përkushtu. Tash fatbarësisht janë fakultetet, mundesh masterin mi kry, më thonë shkollimin mundesh mi realizu në formën më të mirën, me dalë jashtë, mu shkollu, me arrit gjithçka. Nëse keni ju drejtona të rive, edhe të rejave, nëse keni një dashuri të tillë për gazetarin, atëherë vazhdoni, shkolloheni, edhe ne ju presim si gazetar të vjetër, sepse është kënaqësi kur një shef të ri qysh po përparojnë edhe qysh po zhvillojnë mediat.